seancë me tensione. Jo, nuk ishte tensione. E vetmi tension ishte që na filloi të na pikote kondicioneri. Njëri ke sallare. Ishim vëku tubat. Vërtet e kam. Kryemadi, juve ju bashkon me Metën tani më gjykimi i zakonshëm. 3 të tjerë u veçuan. Një koment për këtë? Shiko, normalisht që 3 të tjerë do veçoheshin sepse s'kishe çfarë, domethënë nuk ke. Unë kam thënë dhe vazhdoj ta them që ajo është një çështje politike, do një durim strategjik. Gjyqi midis meje dhe Ilir Metës dhe po themi drejtësisë së re është një gjyq politik i cili ne që kemi qenë edhe shkaktarët e reformës famshme drejtësisë do paguajmë ato faturat tona, që do t'i paguajmë, do po i paguajmë, por në fund të ditës nuk kemi pse të marrim me vete dhe njerëz të cilët janë të pafajshëm, vetëm duhet që të plotësojnë kornizën. Ndarja e çështjes është një gjë pozitive, mund të quajmë, ose një lloj, po themi, nuk mund ta quaj shpresë, se nuk e shikoj ashtu, sepse do të thotë që personat të cilët kërkojnë ndarjen e çështjes pranojnë të gjykohen me provat që janë dhe e vërtetë është edhe analiza financiare që është bërë për maman time Fatime Kuremadi e tregon dhe ja jep të sakta që ajo ka burimet financiare, ka të ardhurat në gjithë periudhën e saj të jetës, pra po themi. Kështu që edhe çështja pretendimet që ishin për shoqen time Ema Çokun, pra po themi që është i pretendim që thonë ato pse ke bërë ti deklarat notariale kur e ke bërë në 2024, por normal se në 2010-ën s'kishte pse bëni deklarata notariale, sepse të dyja nuk ishin subjekti i hetimit pasuror ose i deklarimit. Dhe nga ana tjetër, edhe pretendimi që është thënë për fshehjen ose për derdhjet bankare që ka bërë mamaja ime apo kredit apo overdraftet, vetë në dosjen që ka SPAK-u të dorëzuar në gjykatë, është hetimi pasuror që ka bërë ish kryetari ose ish inspektori, inspektori i deklarimit pasurisë Adriatik Lalla, që ka filluar diku që në maj të 2009-s dhe ka zgjatur për 12 vjet. Kështu që është i proces që në një farë mënyrë pretendimet për mosdeklarim, pretendimi për abuzim nga mamaja ime nuk qëndron për shkakun sepse është hetuar që në atë kohë nga institucionet e pastrimit parave apo dhe inspektorati i deklarimit pasurisë. Këto janë shkresa dhe dokumenta të sekret faktikisht, ne në dosje i kemi parë. Kryemadi, unë e pyet avokatin e Ilir Metës në lidhje me një deklaratë që tha Meta për përgjegjësinë e shpenzimeve, kur tha nuk mbaj përgjegjësi, çka ka bërë dhe ju quajti se gratë janë ministri i brendshëm i shtëpia. E keni qenë ju në familjen Meta Kryemadi, ministri i brendshëm? Jo, unë kam qenë klasa punëtore që zbatoja gjithë mbarvajtjen e shtëpisë. E para një herë nuk ka asnjë shpenzim të tepruar nga pretendimet që në një pretendim nga SPAK-u. Bëhet fjalë për operacionet shëndetësore të vajzës time dhe të mia, një operacion të zotit Meta, që edhe ato kanë qenë të deklaruara. Sigurisht pretendimet në dosjen e SPAK-ut nuk ka asnjë operacion plastik, nga ato që pretendohet, biles dini që këtë javë jam ke ata çunat e Andales, ma kanë kontrollu dhe kokën për shenja. Ilir Meta, për fatin e tij të mirë, por edhe për fatin e tij të keq. Për fatin e tij të mirë është që duke qenë burr shteti, ai nuk është marrë asnjëherë me gjërat e shtëpisë, pra me dritat, me ujin, me shtëpinë, me gjellën, me drekën, me darkën, me fëmijët, me shkollat, me spitalin e fëmijëve etj. Ky është fati i mirë, pra nuk ka pjesë asnjë lloj shpenzimi dhe asnjë lloj marrëdhënie time me kushuririn tim Adrian Shatku, që edhe ajo është histori tjetër. Fati i atij, Qylaxhia i gjithë jetën ka përfituar një 10 milionë euro tani në Amerikë, se tani që çështja shkoi për gjykim do të hapen gjithë letrat, sepse është shkelur privatësia dhe gjithë marrëdhënia e mirëbesimit që ka midis SPAK-ut dhe Departamentit Drejtësisë, sepse dokumentacionet e presupozuara që janë marrë të Adrian Shatkut janë marrë pa vendim gjykate, gjë që është totalisht e kundërligjshme dhe e dënueshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që nga ana tjetër, po them ke fatkeqësia e saj është që Ilir Meta për hir të politikës ka kaluar shumë pak kohë me fëmijët e tij, gjë që e cila fëmijëritë e fëmijëve tanë nuk do të na kthehen më kurrë, sepse ne kemi menduar që duke u dhënë të tjerëve më shumë do të kontriboni më shumë për vendin, por s'ka problem. Kështu që ju bëj thirrje të gjithë prindërve të rinj që
të merren me fëmijët, të kujdesen për fëmijët, se hallet e partive edhe të shqiptarëve s'kan për të mbaruar kurrë. Po me këtë thuaj që s'do ketë politikanë të rinj në Shqipëria. Po ti politikanë të rinj kanë faturat më të shtrenjta se ne të vjetrit gjithë bashkë, si ke parë? Po e madhe si u duk performanca Metës sot për shkak se herën e kaluar. Unë kam thënë që Meta është top form. Meta në posturë është drejt. I kishin çu kostumin e gabuar javës që kaloi. Ja kishin çu mas të madhe 56-ta. Do t'ja çojnë 52-shi. O kam 33 vjet o vllai, e njoh. Un jam si të verbërit vlla që me dorë e njoh. Diçka kishte edhe në futjen në kafazin e xhamit bërë një shenjë me 7, pra 5 ishta dhe 2 7. Keni në përvjetor që ju kujton? Mua? S'e kam parë unë. E bëri nga salla, po mund të Ja, mos ka qenë një direktiv për partinë. Për kë parti? Për partinë vet. Hajde.